Mani men këto 4 gjëra përmes të cilave e runi shtëpinë tuaj nga çdo shejtan. Normal, nuk janë vetëm këto, ka dhe forma tjera dhe gjëra tjera që Allahu përmes tyre ju ruan shtëpitë tuaja nga çdo e gjen dhe shejtan, por këto janë të rëndësishme. E para, sa herë hysh në shtëpi, te dera hymjes thuaj bismillah. Pastaj e dyta, domethënë, sa herë ulesh me ngrënë ushqim thuaj bismillah. E treta, sa herë ti hek rrobat komplet, për mi vesh tjerat ose me ra me fjet pa rroba, thuaj bismillah. Edhe katërta, sa herë ty në WC, thuaj e duan e hyrjes në WC. Në të katër rastet, Allahu Gjeleshanu i bën pengesë mes teje apo antarëve të familjes dhe mes e gjenve mes shejtanëve, sepse shejtanët apo e gjent na shohin e na nuk mundemi me i pa. Mundën me na sulmu, ka nuk e presim. Kur thu bismillah, në momentin që po hyn në shtëpi, ata s'munën me hyn mrena. Po dhe nëse kanë hy përmes dikujt tjetër, ose dënjoni prej tyne, ose ke harru, atër kur t'ulesh me ngrënë thu bismillah. Në rastin e parë, nalet e të dera thot s'pas ka vend këtu me fjetë sante. Kur të thu te buka në ushqim, ai thot s'pas ka ushqim sante për ju këtu. Kur bjen me fjetë, apo me ndru rrobat, ai nuk të sheh ty se vendoset pengesë mes teje dhe e gjenve, mos me të pa trupin tënd të zhveshur, e tjerë, pastaj me bon lloj plane të botës së tyre. Po ashtu, kur hyn WC, me thonë duan Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, që Allahu Gjeleshanu me vendos mes teje dhe e gjenve pengesë, mos me mujt me të bo kur gjanë banjo, as me të pa, as me të bo vezvese, as me të bo magji, as me të sulmu, as mu dashuru, ku e diçka, edhe pastaj me pa ditën e zezë prej tyne. Pra, pa marrë parasysh kry nevoja, po hyn për pastrim e thu këtë dua. Këto janë 4 momente dhe forma që secili besimtar duhet mi pas parasysh. Janë të lehta, praktike dhe shumë efikase. Allahu i ruajt.